E radhës raporterët nga Alsat. Fatlume Dervishi nga televizioni Alsat, pyetja ime është për presidentin e Shqipërisë, zotin Begaj. Zoti Begaj, patët dhe do të keni gjatë ditës së sotme dhe nesër takime me faktorin politik shqiptar në vend. Pyetja ime e parë është pse nuk e pa të arsyeshme që t'i mblidhni në një tryez faktorin politik shqiptar, dhe e dyta, të diskutohet edhe për çështjet të cilat sapo i përmendët dhe çfarë mesazhesh uniteti përcollët në këto takime, duke pasur parasysh se edhe në raportin e eurodeputetit Vajc përmendet diskriminimi dhe pabarazia gjuhësore në Maqedoni. Pyetje shumë e drejtë. Sa herë kam ardhur në Maqedoninë të Veriut, qoftë për forume apo takime të ndryshme, edhe në këtë vizitë zyrtare. Një pjesë të rëndësishme të agjendës e zë dhe takimi me faktorin shqiptar, me të gjithë përfaqësuesit e partive politike. Do doja që edhe unë t'i kisha takuar të gjithë në një tryez të përbashkët, për sa kohë ata përfaqësojnë ideologji politike të ndryshme që një pjesë e faktorit shqiptar është në pushtet dhe një pjesë është në opozit. Menduam që takimet do të bëhen të ndara, do të bëjmë edhe një takim në Kuvendin e Maqedonisë, ku do të themi mesazhin ton, dhe mesazhi unitetit është i padiskutueshëm kur vjen puna për ëndrrën dhe aspiratën e shqiptarëve për orientimin euro-atlantik. Faktori shqiptar ka qenë bashkë dhe është bashkë.